Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, miq të dashur, ja ku po takohemi sërish në kanalin ton për të ndarë me ju një histori shumë të dhimbshme. Këtë herë do ta ndajmë historinë e një vajze e cila besoi në një dashuri, luftoi për një dashuri, por kjo dashuria i doli keq, por në jetë Zoti ja riktheu përsëri mirën e saj, por me një pjesë të dhimbshme. Mirëmbrëma, unë që po e shkruaj këtë letër, jam një vajzë e moshës 38 vjeç dhe vi nga qyteti i Lezhës. Jetoj në Gjermani bashkë me tim birë, edhe pse nuk është djali im, por unë e quaj tim birë. Djalin tim e quajnë Helso, ndërsa unë jam Elsa. Duke bashkuar emrin tim i kam vënë edhe këtë emër. U dashurova në moshën 19 vjeç, me një djalë në shkollë. Ishte dashuria ime e parë. Ishte ndjenja më e bukur që unë po e përjetoja dhe ishte kënaqësia më e madhe që unë po e përjetoja në veten time. Nuk e besoja që ai djalë do të bëhej vari im për gjithmonë. Unë jetoja vetëm me mamin edhe me vllaun, sepse babi ka vdekur i ri në një aksident automobilistik. Vllau im ishte kundër kësaj gjëje, por ishte mami ajo që më thonte se vajza e do, pasi që unë po rrihja dyshemen me këmbë që o marr atë ose unë do varem. Dhe kështu bën, më fejuan me këtë djalë. Fillimisht vjera ime nuk ishte dakord sepse mendonte që në qoftë se unë do të martohesha, do të shkatroja jetën e këtij djalit sepse ishim shumë të rinë në moshë. Por gjithsesi, unë e doja shumë atë dhe isha e mbytur në mendimet pozitive që kisha për këtë djalë, duke mos menduar kur që ky ka dhe ato anët e tij negative. Dikur e doja shumë, më premtonte ç'as më premtonte. Më mbante, le të them me pallavra mëngjes drek dark, duke më thënë që të dua, por asnjëherë nuk doli i vërtet në ato premtime. Dhe sot, po them që urej me gjithë zemër. Në vitin e parë të marrëdhënies tonë, marrëdhënia ishte shumë e bukur. Ishte shumë i rregullt, ishte shumë i edukuar, ishte shumë i kulturuar. Dhe unë mendova që unë në jetë nuk do të kem kur më dhimbje. Dhe ky djalë do të jetë lumturia ime. Ky djalë do të jetë bota ime. Por nuk ndodhi kështu. Menjëherë sa po u martuam ne, vjera ime tentonte që ne të kemi një fëmijë. Sepse në duart e një çifti bekim është fëmia dhe një nuse që nuk lindën fëmijë, atëherë është kot nuse. Dhe filluam ne të tentojmë për 2 vite me radhë, por fëmia nuk po vinte. Në 2 vite kemi patur shumë probleme. Kemi patur shumë mosmarrveshje, shumë keqkuptime, shumë dhënka që arinin deri në nivele aq të larta sa që të mërzitej të shkosh edhe në atë shtëpi. Por shpeshherë fajsoja veten time që gabimi jam unë dhe unë duhet më së shumti të kujdesem për veten që të mundem të mbes shtatzën. Kontrolla të pafundme. Ku s'kemi shkuar, ku s'kemi vajtur. Me kë doktor s'jemi takuar, thuaj ti. Dhe mjekët thonin që gjithçka është në rregull, por nuk e ka bërë Zoti kismet. 2 vite me radhë, bashkëshorti im e kishte me patjetër, ose më kërcënonte që unë do t'ik me një tjetër dhe këtë fëmijë do t'ja fal nënës time, se nuk të kam gjë më të çmuar ty se nënën. Unë po i përbaloja të gjitha këto gjërat. I me më thonte i duruari është i fituar dhe unë jetoja me këtë faktin që do duroj dhe do fitoj. Por nuk shkoi kështu. Pas 2 vitesh, një natë burim kishte pirë me shoqni dhe ishte bërë tap dhe vjen në shtëpi dhe më re pafund, përse unë nuk mundesha ta bëja të baba dhe nënën e ty ta bëj gjyshe. Dhe vendosi që mua të më nxjerrën nga shtëpia, duke me thënë që bëj valixhet gati dhe zhduku, nuk dua të të shoh në asnjë mënyrë. Dhe unë kështu bëra.
Bëra valixhet gati dhe ika prej asaj shtëpie. Ishte vrastare për mua. Ishte e paimagjinueshme. Burim nuk u kujdes fare të pyetën se çfarë ndodhi me mua. Në natën që unë kam kthyer tek nëna ime dhe kam trokitur në atë derë, nënës time i rat pikët. Vllau im atë kohë jetonte në Londër dhe u revoltua shumë, por asnjëherë nuk kam ndjell te vllau im urrejtje ndaj atij personit, sepse nuk dëshiroja që këtë gjë ta bëj edhe më të madhe. Goca e tezës time jetonte në Gjermani dhe pasi ndodhi rasti, më luti pafund që unë të shkoj të jetoj atje. Pas 6 muajsh që unë më fillova të marr veten dhe bëra dhe të drejtën për jetesën në Gjermani me vizë të punës, unë fillova që të punoj. Në natën që unë po kthehem në shtëpi, ka qenë natë e njëjtë, më bie zilja e telefonit nga një shok i ngushtë i vllaut tim. Vllau kishte ndruar jetë në Londër. Dhe pas ti, kishte lënë djalin 3 muajsh. Ishte bomba më e madhe e nënës time dhe kujtoj fjalën e nënës se çfarë bëra unë. Edhe më pas thonte kërkoj falje për fjalën që thash. Ditët e vështira po kalonin dhe djali rinte në shtëpinë tonë. Nusja ishte shumë e re dhe djali na e la amanet. Ajo iku dhe u martua diku tjetër pa e paragjykuar fare. Mbeti djali i vetëm. Unë gjatë gjithë kohës luftoja për të patur një fëmijë. Nuk e kisha këtë fëmijë. Dhe duke menduar, mora një vendim në veten time. Unë nuk do të martohem kurrë, por thjesht do të hedh këtë djalë në emër tim dhe unë do të bëhem nëna e tij. Dhe ky djalë ka dhe hall edhe nën, por ka dhe gjyshe. Dhe kështu vendosëm. Sot një vit unë jam nëna e djalit më të bukur në botë. E djali që mua ma ndryshoi jetën, e djali që mua më shndroi në tjetër njeri. Dhe sot punoj për të, luftoj për të së bashku me nënën time, jemi të gjithë në Gjermani. Jetojmë në ditët më të bukura, vetëm një mungesë kemi, të vllaut ton. Por vllau jon la kujtimin më të bukur dhe çuditërisht, djali 99% ka ngjarë si babai. Dhe mami po heq mallin e të birit tek ky djalë. Zoti vërtet të marrë ka një, po të dhënë ka edhe shumë gjëra të bukura të tjera. Ne na ka dhënë shumë gjëra të bukura dhe po jetojmë me shumë dashuri jetën tonë. Sot jam nën e një djalit të mrekullueshëm.